atje që të mos më gjendeshin as eshtrat, kështu që, ose me arinjt, në na dilnin arinjt për para, se ishin pyjet e marrëdhënieshit, ishin me arinje, me ashtu. Kështu që unë i them faleminderit fatit, që do më thënë më ka marrë për dore, rastësia, edhe më ka nxjerrë në rrugën e duhur. Nuk mund të pretendoj për më shumë. Keni nostalgji për gjithçka që keni kaluar në këtë jetë? Apo nuk keni tip nostalgjik? Nostalgji nuk mund të them, do më thënë, unë i rikthehem kohës, gjithmonë, edhe në kujtesën time do ruaj shumë gjëra, i rikthehem kohës, edhe atyre momenteve të vështira, edhe atyre momenteve të bukura. Për shembull, i rikthehem herë mbas here ca situatave të vështira që kemi kaluar ne këtu, jo për 1906, 97, 98, sidomos atje në radio, televizion, kemi kaluar situata jashtëzakonisht të vështira, dhe unë vetë edhe me atë natyrën time në qikë këshu... Prej rebeli. Në qikë rebele. Unë nuk arrita të bësha komunist para 90-s, edhe pse kërkova. Kërkova se doja që të kishim nga familja ime njëri me 4 partije. Babaj e nëna jo, vëllezërit e motrat jo, edhe unë të mos bësha, prandaj kërkova 2 herë. Po më fal, po ka që rëndësishme ishte që në atë periudhë të kishe një test partije? Ishte shumë e rëndësishme. Do më thënë, të kishe një 4 partije do të thotë që ti ishe njeri i besuar i partisë në atë kohë. Njeri i besuar. Dhe unë prandaj e doja. Po si plotësova kushtet, nuk më bën antar partije. Pra mund ta quajmë si një diplom të dytë? Urdhë? Mund ta quajmë si një diplom të dytë? Testin e partisë në atë periudhë? Shiko, tishe me 4 partije në atë kohë, kishe unë kisha një kolegun tim që ishte zëvendës sekretari i byros së partisë atje në radio televizion, pastaj më mbrapa ai e ktheu xhaketën dorë tjetër, për nese. Dhe më thoshte mua, mos diskuto kështu në përmbledhje, se do ta hash. Se unë diskutoja që mendoja gjërat. Pse u dashka që ne të na bëj karshillek nusja e djalit X-it atje lart në katin e sipër me atë fundin që e mban deri këtu sipër edhe ne të shikojmë. Pse u dashka, se është nusja e djalit Filanit? E thosha me emër. Po, e kuptoj. Ose tjetri, sepse na qenë nga djali X-it ai tjetri dhe të ngrihet në mes të auditorit të gjuaj pedagogun me grusht. Kush e jep këtë të drejtë se qenë nga djali X-it apo Y-it? Mirë po atëherë diskuton dhe njëri kollaj kështu se ashtu dhe ai më thoshte, më fuste krau mua pas mbledhjes. Do ta hash, më thosh mua, mos diskuto kështu në përmbledhje. Do ta hash. Edhe më mbrapa unë nuk u pajtova. Unë pastaj nuk u bëra dot as i besuar i asaj partisë tjetër që erdhi në pushtet. Edhe ata kërkuan me njëherë që ta largojnë Filanin. Ta largojnë Filanin nga radio televizioni se është komunist i rrezikshëm. Mirë po më thirri ishte drejtori radios, i ardhur mbas 92-shit ai. Njeri shumë i mirë, Bardyl Pollo. Më thirri atje në zyrë, më tha mua nuk të kam thirrur zyrtarisht, të kam thirrur miqësisht, se të respektoj. Ti e ke parë që unë vite studio jote dhe të shikoj se si punon ti tha. Prandaj tha të kam thirrur kështu tha. Është diskutuar në mbledhje tha që ti ikshi pari se je komunist e rrezikshëm. Çfarë thua, po mirë më i tha shumë. Ikin qofse i prish punë në radio televizionit iki. Tani më dëgjoj deri në fund. Kështu foli Filani tha, kështu foli Fisteku, kështu foli dhe unë tha kam marrë angazhim që të provojmë edhe një herë. Se Skënder Buçpapa nuk të njeh tha se kush je. Që ishte drejtori i përgjithshëm. Kam marrë angazhim tha dhe prandaj po të them ta nuk të kam thirrur zyrtarisht, por shoqërisht. I thash faleminderit shumë, me që më thirrë shoqërisht, po të jap fjalën shoqërisht.
Po më dëgjove më i thash unë se më tha po ti zihesh në kafe o burri dhe të zihesh me njerëzit, zihesh në korridore, zihesh gjithandej tha. Me tërë do përplasësh ti më tha mua se diskutonim për punë e politikës. Jo ti je demokrat, unë jam komunist, jo kështu. Si që ishte atëre. I thash po ti jap fjalën. Po më dëgjove më i thash të mos më lësh kusur. Edhe u tërhoqja nuk u mora më pasaj. Su mora më e pashkë, ajo s'ishte në dorën time pastaj edhe. Po nga 2011 kur i larguar nga Radio Televizioni Publik Shqiptar edhe më sot, vazhdoni me këto diskutime, jo ti demokrat, unë socialist apo komunist? Jo, unë kam këtë të mirë që unë s'u apërtoj. Se unë i di kush janë, nga vine, kush i di. Vetëm se ka një gjë, që unë nuk i mbaj, unë ja them, po si mbaj mëri njeriu. Nuk i mbaj mëri njeriu. Edhe nuk më mbajnë. Me përjashtim të një dy rasteve, janë një dy raste që i shikoj tani edhe më kthejnë kratë, nuk e di. Bile njerit i thash, ora i thash, qa ke? Më thuaj. Më thuaj mo se unë nuk më vjetë turp të them, ora, e kam bërun këtë gabim. Nuk më ka thënë. Asa i tjetër, për nese. E kam fjallin që nuk më mbajnë mëri. Edhe unë su mbaj mëri, absolutisht. Sepse bindja tek e fundit është individuale. Ty të pëlqen X politikan, mua më pëlqen ai tjetëri. Mua më pëlqen kjo mënyrë, ty të pëlqen e mënyra tjetër. S'ka pse të ashtu tani. Të bëhemi për politikën, të bëhemi hasëm me njëri tjetër. Aktualisht, si vlerësoni politikën shqiptare, zotja Liu? Unë vetë e quaj politikën një e keqe të domosdoshme, një e keqe domosdoshme. Është veprimtaria më e keqe e shoqërisë njerëzore, por më e domosdoshme. Sepse nëpërmjet asaj, domethënë, shoqëria njerëzore bën korrigjimet, bën ecurinë, bën zhvillimin, bën ashtu. Po duke parë, jo këtu tek ne vetëm, duke parë kush e bën politikën dhe si e bën, edhe këtu edhe në botë, them, fatkeqësi. Të shkojmë deri te superfuqia më e madhe. Është në krye një X njeri i cili bën atë që unë për shembull nuk jam dakord ta bëj. Po si them dot aty? E djej. Ose këtu i shikoj këta që bëjnë politikën tonë këtu. Të vjen keq, me thënë të drejtë, të vjen keq. Po s'kemi që bëjmë, ajo është. Kam ndonjë pyetje tjetër për ju, zotja Liu, në lidhje me politikën. Politika shqiptare ka qenë më mirë ajo politike e cila ka qenë para viteve 90, apo kjo që ne kemi aktualisht tani? Shiko, politika e para 90-s, për mendimin tim, kishte shumë të mira, sepse e nxori Shqipërinë nga errësira, e zhvilloi, e arsimoi, e bëri me shëndetësi, deri edhe në fshatrat më të largëta, më të thella. U zhvillua industria, bujqësia u bë moderne, dashu. Por kishte disa gjëra që unë nuk... Tani sepse zihet gruaja ime me gruan e atij X-it të pashu dhe unë të marr ata t'i fus në burg apo të ashtu, sepse bëjnë fjalë, domethënë. Ajo ambicia brenda për brenda sferës së politikanëve vete, ashtu, ajo lufta e klasave që e merr tjetrin edhe e syrdis, qofse e justifikon ai që ka bërë gabimin të vejtë të vuajë dënimin mirë, po çta ksirat kishin fëmijët edhe njerëz të tjerë të farefisit që venin përfundonin në për... Ajo ishte, për mua nuk ishte absolutisht. Vijim tek... Pas viteve 90. Pas viteve 90. Ne paka shumë bëjmë të njëjtin gjë, por jo me ato ngjyrime dhe me ato emërtesa. Në qoftë se unë dal kundra kryetarit partisë dhe i them, ore, ke gabim,
se kjo nuk duhet kështu, po duhet kështu, kryetari i partisë mua më shërdis. Shikoj që ndodhë sot. Që ndodhë sot me politikanët tanë. Ka djemë të rinj aty, edhe vajzat të reja, edhe ata që janë në pozit, edhe ata që janë në opozit. Ka nga ata të rinjë të reja e opozitës, që ata i kanë përjashtuar fare. Pse? Sepse nuk do ai i madhi. Është normale. Ata si do eci këj vend? Me atë frymin e para 20 vjetëve, me ato mentalitetet e ati që ka vajtur 85 vjetë sa ka vajtur, apo të ati tjetërit e tjerë me radhë. Kështu që nuk... Unë e kam patur e porosi nga plaku im ndjes pas, to është e mos u merrni me politikë, thosh. Mos u merrni me politikë. Se politika të çmefton, se duhet jetë. Po atë se nuk do se të gjon ndonjë thotë ora po ky dhe po na dhan nga mend ky për politikën ashtu. Zot Eliu, unë të falenderoj që të pata ditën e sotme këtu në podcastin tim Kohë për reflektim. Gjatë sajt intervistës së ditës së sotme, sa reflektoi Xhelil Aliu? Por unë me thënë drejtën, unë erdha me mendimin që do bashkëbisedojmë kështu për një farë kohë, kështu po duket se shkoj goxha, ha? Po, kaloj goxha minutash. Shkoj goxha dhe erdha me mendimin, po ti më ngacmove në shumë çka, në ca drejtime që edhe si kisha menduar, edhe në ca shu, mbase nuk duheshin thënë të gjitha, po ti e ke vetë në dorë atje edhe gësherën edhe ato që i rregullon vetë ato. Patjetër. Po gjithsesi unë të falenderoj shumë që më dhe mundësinë e bashkëbisedimit, sepse ishte një lloj bashkëbisedimi sikur ishim ulur në tavolinë atje në një lokal edhe shkëmbyem mendime shumë miqësisht. Kënaqësi jashtëzakonshme për mua, por para se ne të ndajemi së bashku, unë dua prej jush edhe një mesazh për të gjithë të rinjt dhe të rejat, të cilat ndrojnë rrugën e radios dhe atë të televizionit, që për hir të së vërtetës shumica e brezit tim adhurojnë televizionin dhe jo radion. Shiko, media audiovizive ka një rol të jashtëzakonshëm sot në shoqërinë njerëzore, jo vetëm këtu, po edhe në botë, më thënë. Unë vlerësoj radion jo thjesht për nostalgji, po radioja të jep mundësi më shumë, të ke liri më shumë, duke dëgjuar radion ti ke të drejtën tënde të ndërtosh imazhin tënd në kokë për atë që ka dëgjon, për fjalën, për mendimin, e ndërton simbas imazhit tënd, simbas formimit tënd. Bie fjala në qoftë se radio, domethënë këto janë veçantitë individuale të radios. Në qoftë se në radio ti dëgjon fjalën pyll, ti ke në kokën tënde një pyll që të ka mbetur që nga fëmiria apo një ashtu, dhe gjithmonë të del përpara ai pylli që ke ti në imazh. Unë kam atë pyllin tim, ose atë fushën time, dhe unë e ndërtoj, domethënë ka veçanti individuale për gjithë secilin që dëgjon radion. Dhe ka komoditetin e madh, radioja që e ndjek radion kudo. Merresh me një punë, radion e dëgjon. Shkon në plazh e dëgjon, në udhëtim e dëgjon, ndërsa ekrani të kushtëzon. Në ekrani e i detyruar do t'i lesh ato punët e tjera dhe do ndjekësh ekrani. Kështu që për mua ka më shumë përparësi radioja. Televizionit ashtu me imazhin në përgjithësi, me ashtu ato, por radioja të jep mundësi më shumë për të ndërtuar imazhin tënd. Kështu e gjykoj. Edhe radio, televizioni shqiptar sot ka ato të vetat e ashtu, por edhe televizioni shqiptar ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm edhe në median audiovizive të mbas të 90-s,
të gjitha këto mediat private, gjithçka gjithashtu, dhe një pjesë e mirë e punojësve, e gazetarëve, operatorëve, teknikëve, domethënë sollën përvojën e radio televizionit shqiptar. Shkuan në për këto mediat private. Pra doni të thoni që radio televizioni publik shqiptar ka qenë një shkollë e cila kanë rrjedhur të gjitha televizionet e tjera. Absolutisht. Për mua ka qenë një shkollë dhe duhet të konsiderohet si e tillë, sepse prej asaj dolën të gjitha ata që shkuan dhe hapën stacionet private. Dhe pastaj natyrisht ata ndërtuan edhe përvojën e vet, edhe tani janë bërë disa stacione që të imponohen edhe që kanë emrin e vet, pa diskutueshëm. Të falenderoj shumë edhe një herë që ju pata ditën e sotme këtu në podcastin tim, por do të kisha, me qenë se kam të pranishëm këtu, do të isha vërtet një kënaqësi jashtëzakonshme që unë doja për jush, zoti Aliu, që të më interpretoni disa vargje me zërin tuaj brillant. Po vargje tani unë vetëm të lexoj në një Më ka pëlqyer gjithmonë poezia O ju malet e Shqipërisë, që nisën ju, dhe jo lisat e gjatë, fushat e gjera me ule, qurkam tërmendit e natë. Vetëm kaq doja për ju. Unë kam ashtu më shumë ato të Ali Aslanit, sidomos në edhe shtatën, kisha ato hani, pini dhe rëmbeni, është koha e çakenjve, hani, pini dhe rëmbeni, është bot e maskarenjve. Po ishin disa vargje që i përdornim atëherë në atë kohë. Falenderoj për zemërsisht shumë që ma plotësuat këtë dëshirë. Shumë faleminderit zoti Aliu. Faleminderit edhe për jush edhe ju uroj gjithë të mirat që dëshironi edhe punë të mbarë. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve. Të nderuar miqtë e mi, kemi ardhur në fund të podcastit dhe për këtë të shtunë. Unë ju falenderoj për zemërsisht që ndroni në Dritare Televizion, ku të bëni subscribe në kanalin Dritare TV dhe në kanalin Rudina Xhunga. Faleminderit.